Protagonisti i njohur i serialit turk Osmani, aktori Burak Özçivit, ka zgjedhur Shqipërinë si destinacionin e radhës për të pushuar në këtë verë. I njohur për rolet e tij ikonike në telenovela turke, aktori është parë së fundmi në qytetin bregdetar të Vlorës, i shoqëruar nga partnerja e tij, Fariye Evçen. Në disa Instastory të ndara nga një restorant lokal, ai shihet duke buzëqeshur me stafin, i veshur thjesht dhe sportiv, duke reflektuar qetësinë dhe kënaqësinë që po përjeton gjatë qëndrimit në Bregdetin shqiptar. Ndërkohë nga ana tjetër, edhe partnerja e tij, Fariye Evçen, ka postuar disa foto në Instastory, por pa përmendur vendin ku po qëndrojnë për pushime. Në postimin e fundit në llogarinë e tij në Instagram, Burak shfaqet në një aeroport me mbishkrime që lën të kuptohet se po niset për një vend të veçantë, që më pas rezultoi të ishte pikërisht Shqipëria. Aktori ndërkohë ka vizituar sot edhe ambientet e bashkisë, kundër të tjera kryebashkiaku Ermal Dredha shprehet se qyteti bregdetar i la shumë mbresa. Dredha përmes një postimi në rrjetet sociale shprehet se Vlora i la mbresa të shkëlqyera, ndërsa thekson se Burak u prit nga shumë njerëz në radhë për të bërë foto. Deri sot nuk kisha parë kaq shumë njerëz në Vlorë të prisnin në radhë për të bërë një fotografi me Burak Özçivit. Kënaqësi ta prisja sot në zyrë bashkë me stafin e bashkisë dhe ta kalonim kohë në Vlorën që i la mbresa të shkëlqyera. Na bën bashkë projektet që kanë qëllim promovimin e Vlorës si destinacion turistik dhe jo vetëm, shkroi Dredha krah fotove të publikuara. Por ajo çka të roqi vëmendjen krahas vizitës së Burak në Shqipëri ishte ngurtësia e tij para kamerave me pjesëtarët femra të bashkisë së Vlorës. Aktori turk shihet në fotot e realizuara duke i dhënë dorën dhe përshëndetur të gjithë punonjësit burra të bashkisë, përfshirë kryetarin Ermal Dredha, por një gjë të ngjashme nuk e bën me punonjëset femra të stafit të bashkisë. Edhe pse ka pranuar të realizojë foto me to, ai ka shmangur kontaktin fizik, ndoshta edhe në formë respekti për rregullat e fesë që ai praktikon, asaj muslimane. Aktori i njohur turk Burak Özçivit, një nga emrat më të dashur për publikun shqiptar përmes roleve të tij të paharrueshme në seriale si Kurtulues Osman, Kara Sevda dhe Çelikusu, ka zgjedhur Shqipërinë si destinacion për disa ditë pushimi këtë verë. Vizita e tij në jugun e vendit, konkretisht në qytetin bregdetar të Vlorës, ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave të shumë që e njohin dhe adhurojnë aktorin për talentin dhe karizmin e tij. Burak është fotografuar në një nga restorantet më të njohura të qytetit, ku duket i relaksuar dhe i buzëqeshur, i veshur me një stil sportiv dhe të rastësishëm. Ai ka pozuar me miqtë dhe stafin e lokalit, por edhe me fansa shqiptarë që e kanë njohur më herët dhe kanë kërkuar të realizojnë një kujtim me të. Atmosfera është mjaft e ngrohtë, ndërsa Buraku është treguar i përzemërt dhe i gatshëm të ndalojë për çdo kërkesë fotografie apo përshëndetje. Burak Özçivit nuk është i pari emër i njohur i botës së kinematografisë dhe artit që viziton Shqipërinë vitet e fundit. Prania e tij tregon qartë për një rritje të imazhit dhe tërheqjes së turizmit shqiptar në sytë e publikut ndërkombëtar. Në një kohë kur Shqipëria po promovohet intensivisht Bregdetin e saj të mrekullueshëm, mikpritjen dhe ushqimin mesdhetar, ardhja e një ylli si Burak është jo vetëm një ngjarje për fansat, por edhe një reklamë e jashtëzakonshme për vendin. Vlora, një nga perlat e rivierës shqiptare, ofron plazhe të kristalta, vende historike dhe një atmosferë të gjallë, sidomos gjatë sezonit veror. Me pamje të mahnitshme mes detit dhe maleve, qyteti po bëhet çdo vit më shumë destinacioni preferuar, jo vetëm për turistët shqiptar, por edhe për të huajt. Restorantet e buzëdetit ku gërshetohet kuzhina tradicionale dhe moderne janë një tjetër pikë e fortë që tërheq figurat e njohura. Vizita e Burak Özçivit vjen në një moment kur Shqipëria po përpiqet të pozicionohet si një destinacion elitar në mesdhe, e pranueshme me çmime, e pasur në përvoja dhe me një potencial natyror e kulturor të pasbuluar. Ende plotësisht Shqipëria po hyn në radarët e vijeve botror, duke e rritur besueshmërinë dhe kuriozitetin për ta eksploruar.